Përshëndetje gjithëve, kësaj here në podcast do të fokusohemi në një ngjarje teje të rëndë, në një ngjarje që është shënuar po si sot në 21 janar, por në 2011. Një ngjarje, një protestë që mori 4 persona, i mori jetën 4 personave dhe unë në së kohë isha i vogël, por e kam ndjekur me shumë këshëri dhe frikë, le të themi, atë protestë që më pas shënjoi shumë edhe për ndryshimin e qeverisë e të tjera që historia e di tashmë. Për folur pikërisht për atë protestë, por jo vetëm, është i ftuar gazetari Dashamir Biçaku. Zoti Biçaku, faleminderit shumë që jeni me ne. Përshëndetje. Po e nisim me 21 janarin, siç e tham, ku ndodheshit ju në ato moment me 21 janar dhe pse doli situata, ku e kuptuat ju që situata doli jashtë kontrollit? Kishte ditë në fakt po përgatitej protesta 21 janarit asaj kohe, e cila është sot në drejtim të vendit të Partia Socialiste bashkë me aleatë të tjerë të saj. Onin domosdoshmërisht ndryshimin e qeverisë nëpërmjet sparë largimit të ish zëvendës kryeministrit të asaj kohe dhe ish presidentit më vonshëm zoti Ilir Meta për shkak të historisë së bllokut të famshëm të 700.000 eurove që ishte dokumentuar apo ishte regjistruar nga Dritan Prifti në një video në zyrën e tij, në cilën shfaqej ish zëvendës kryeministri Ilir Meta dhe Dritan Prifti, i cili në mos gaboj ishte në postin e ministrit të industrisë dhe të energjetikës. Dhe kësaj video sigurisht që shkaktoi sigurisht një kaos total edhe në qeverinë e Partisë Demokratike atë kohë që qeveriste me koalicion me partinë e Lirisë sot apo Parti Lëvizja Socialiste për Integrim që ishte në atë kohë, dhe sigurisht që ishte edhe një reagim popullor sepse ishte një nga rastet e para të rralla ku një funksionar i lartë shtetëror dokumentohej me video, me pamje, me fytyrë duke kërkuar, si thua, apo duke pranuar një favor të rëndësishëm financiar, të cilin ai po e negocionte me ish ministrin e tij të nderin Dritan Prifti tashmë. Dhe sigurisht që pas kësaj situate kishte një lloj reagimi popullor, kishte një lloj reagimi edhe nga lëvizjet opozitare, të cilët gjeta një moment shumë të rëndësishëm për ta shfrytzuar si rast, si mundësi për të kërkuar dorëheqjen së pari të ish zëvendës kryeministrit Ilir Meta dhe që në atë kohë kryente funksione e zëvendës kryeministrit, por edhe funksionin e ministrit të jashtëm. Me 21 janar, sigurisht që pastaj protesta po përgatitej nga opozita prej ditësh dhe sigurisht që kishte, si thua, ishte një lloj atmosfere që ndihej që mund të kishte përplasje mes protestuesve, mes mbështetësve të opozitës, së koalicionit të opozitës dhe strukturave të sigurisë së policisë së shtetit, të gardës së Republikës apo struktura të tjera të sigurisë, të cilat do të merreshin me garantimin e sigurisë së protestës apo dhe garantimin e sigurisë së institucioneve publike përballë cilave do të zhvillohej kjo protestë, dhe sigurisht ishin institucionet më të rëndësishme aty, ishte kryeministria ku ndodhej ku është zyra e kryeministrit në atë kohëshëm zoti Berisha, por në krahun tjetër përballë ishin dhe zyrat e kuvendit të Shqipërisë, të zyrat e komisioneve, pra.
Dhe sigurisht që ekzistonte prej ditësh perceptimi se mund të kishte një lloj konfrontimi mes tyre. Dhe në atë kohë sigurisht që unë bashkë me shumë kolegë të tjerë punonim tek Gazeta Shekulli, bashkë me kolegun Flamur Vezaj, bashkë me Luis Tanushi, bashkë me kolegun Deniz Dedej, bashkë me Suela Topi, apo edhe Isuf Kurtaj, mos gaboj që erdhi edhe më vonë, por edhe shumë gazetarë të tjerë, të cilët ishim përgatitur, si thua, për përgatitur një numër special për gazetën Shekulli atë ditë, e cila do të ishte e fokusuar tërësisht tek protesta dhe thuajse çdo ngjarje tjetër që mund të ndodhte mund të ishte krejtësisht anësore. Dhe si thua, duke qenë se ne po përgatiteshim të raportonim një numër special të gazetës atë ditë lidhur me ngjarjen e protestës, u pa e nevojshme që të gjithë gazetarët e gazetës të ishin të përqendruar në protestën e opozitës atëhershme që do zhvillohej në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kur e kuptuat ju që ajo ditë nuk ishte ndryshe nga ato protestat e tjera që ju kishit parë? Po, sigurisht thash që atmosfera ndiej prej ditësh, domethënë që mund të kishte një lloj përplasje mes strukturave të policisë, të sigurisë, Gardës së Republikës, apo edhe protestuesve të opozitës, apo edhe përfaqësuesve të vetë opozitës, të cilët nën zë kishte nisur të ndihej, si thua, apo në atmosfera kishte nisur të ndihej që kishte një lloj tensioni. Dhe sigurisht në aty fillimi i protestës me ardhjen e protestuesve që vinin kryesisht nga sheshi Skënderbej, një pjesë e mirë e tyre, por edhe nga rrugët e tjera të cilat të gjitha mblidheshin në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kishte një lloj atmosfere mes protestuesve, mes tyre, mes demonstruesve, apo edhe përfaqësuesve të opozitës, që kishte një lloj mlefi për ata që e quanin korrupsioni, që kishte përfshirë qeverisjen e vendit në atë kohë, dhe sigurisht që ky korrupsion pastaj shkonte deri në nivelet më të larta të administratës publike dhe qeverisjes së vendit. Dhe si thua, ky lloj mlefi mund pritej të reflektoj edhe apo pritej të reflektoj edhe ndaj një përplasje të mundshme që sigurisht me dëshirën për të rrëzuar sistemin e korrupsionit që ishte instaluar sipas tyre në qeverisjen e vendit. Gjatë momentet e para, sigurisht protesta nisi, si thua, normal, e qetë, ku folën disa përfaqësues të opozitës, ku foli ish drejtuesi i opozitës dhe kryetari i saj sot Edi Rama, folën përfaqësues të tjerë, të cilët shprehen shqetësimin apo shprehen edhe zhgënjimin e tyre për mënyrën se si administrata, se si qeverisja e vendit ishte vënë në shërbim të korrupsionit të zyrtarëve të saj të lartë. Dhe të gjithë, domethënë, përfaqësuesit politik përfunduan fjalimet e tyre, një pjesë e tyre u larguan ose qëndruan aty në shesh, ndërkohë që pastaj sigurisht folën nga sa mbaj mend edhe përfaqësues të protestuesve, dhe largimi ka qenë besoj duhet të kenë ora rreth orës 14 në mos gaboj, 13:30 ose 14, protestuesit pastaj kanë nisur
të konfrontohet me policinë. Sigurisht që pati momente, incidente që fillimisht mund të quheshin të lehtë, por sigurisht që pastaj sigurisht që shkuan deri në konfrontime, deri në provokime të dyanshme të policisë apo edhe të protestuesve, të cilët kërkonin me do e mos si thua shprehinin mllefin për qeverisjen, për korrupsionin, siç thash. Dhe sigurisht që barriera e parë e tyre ishin sigurisht strukturat e policisë, efektivët e policisë, të cilët ishin vendosur në mbrojtje mos shumti të godinës së kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Këtu pastaj një pjesë e protestuesve sigurisht që dolën nga kontrolli dhe filluan të godisnin efektivët e policisë, të cilët nga natyre edhe ata po kundër përgjigjeshin po ashtu mjaft dhunshëm, dhe sigurisht që dhuna ishte e dyanshme, siç thash, edhe kishte një lloj reagimi nga strukturat e policisë, nga efektivët e policisë që ndodhishin aty, madje diku ndaj njerëzve që provokonin, por edhe njerëzve që ishin krejt të rastësishëm, nëse po them, në vendin ku ndodhte incidenti. Qartë, zotë Biçaku, çfarë pat realisht atë ditë në shesh që publiku ndoshta nuk e ka dëgjuar kurrë deri më sot? A pati momente kur u përdor dhunë pa paralajmërim? Kush e nisi përshkallëzimin sipas jush? Pra pati një lloj presioni nga protestuesit apo ishte reagimi i parë nga ana e policisë, gardës që ishte vendosur atë ditë? Po, si thua, mendoj se të dyja palët ishin të përgatitura që të kishte një lloj reagimi të tillë. Si thua, mbase edhe strukturat e policisë ishin të përgatitura që mund të provokonte policia e para për të bërë përgjegjës protestuesit, apo të provokonte apo prisnin edhe që të ishin provokuar në një farë mënyre që më pas kishte edhe një reagim. Por mendoj se angazhimi apo mënyra se si policia arriti ta menaxhonte këtë protestë në këtë rast, në këtë ditë, domethënë me 20 janar, ka qenë një nga performancat, besoj, më të dobta që ka pasur policia e shtetit në menaxhimin e protestave që janë zhvilluar përballë kryeministrisë apo në tërësi. Do të thënë se shumë protestues, siç thash, ishin krejtësisht paqësor në atë moment, por kishte shumë të tjerë të cilët sigurisht që ishin angazhuar në mënyrë më energjike kundrejt strukturave të policisë. Momentin që një nga momentet më të rëndësishme që unë besoj që kam regjistruar aty ka qenë momenti kur është goditur sigurisht kolegu gazetari Fatos Mamutej, dhe që vrasja po ashtu e Hekurandetës, të cilët ishin thuajse bashkë në të njëjtin vend, sepse gazetari Mamutej po raportonte për televizionin ABC News, ABC News në Tiranë, ndërsa ngjitur me të ishte Hekurandeta, Indjeri Hekurandeta, i cili ishte në tribunën ku kishin folur liderët politik dhe si thua aty po bënte thirrje, mendoj se nuk sigurisht që ishim shumë larg, edhe unë kam qenë shumë larg sepse kam qenë në atë moment kam qenë tek pjesa e godinës së kuvendit të Shqipërisë, në atë krah ku ndodhet zyrat e kontrollit lartë të shtetit. Dhe aty në atë moment kam parë që nga përplasja që kishte nisur një makinë Mercedes-Benz i modeli i vjetër 240 kishte goditur barrierën kufizuese të hyrjes së kryeministrisë nga krahu i piramidës,
dhe aty në atë moment edhe strukturat e gardës, efektivët e gardës kanë nisur të hapin zjarr në mënyrë të paparalajmëruar ndaj protestuesve. Në këtë moment un kam parë që Mamude është plagosur, megjithëse isha pak larg, por kam arritur ta dalloj mirë që gazetari kolegu jon u plagos dhe Hekuran Deda është rrëzuar me një herë në tokë pas pak sekondash. Sigurisht në këtë moment pastaj mendova që sigurisht që gjërat do të shkojnë edhe më keq. Aty mritën filluan të dalin pastaj forcat speciale të veshur me skafandra dhe me shkopin gome, ka nisur si thua një përleshje totale mes protestuesve dhe njësive të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, të cilët po reagonin në tentativë për të shpërndar protestuesit dhe po ashtu në një moment tjetër, mbasi turma ishte shpërndar, ishte shpërndar ose mund të them që kishte shumë më pak njerëz, por sigurisht që kishte ende protestues që ndodheshin përballë kryeministrisë. Dhe në një moment të caktuar, unë duke i qenë se po përpiqesha të mblidhja dëshmi, ndodhesha tek ura që e lanës që ndodhet në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Aty kam parë një moment të caktuar që disa njerëz po tërhiqnin një burr i cili ishte i veshur me një jelek ose një kanatiere që vishet pas trupit, që ishte si thua një kanatiere leshi, që kishte veshur një person dhe parë që kishte një mjekër në fytyrë dhe ishte i dobët dhe i hollë. Në këtë moment dhe pastaj nga fotot që unë kam parë më vonë, e kam identifikuar që ishte Ziver Veizi. Dhe personat po përpiqeshin ta tërhiqnin drejt për ta mbrojtur më pas, sepse sigurisht ishte edhe turma furia e forcave të policisë, të cilët po godisnin, po sulmonin çdo person që gjenin aty dhe sigurisht këta persona po përpiqeshin të gjenin një automjet për ta dërguar apo një ambulancë për ta dërguar Ziver Veizin në spitalin ushtarak. Kjo ka qenë, mendoj, sigurisht ishte edhe situata të tjera të cilat apo përleshje që po ndodhin tek zona e piramidës, që ishte më lart, ku njerëz të shumt janë përleshur me struktura, me efektivët e forcave speciale, besoj duhet të kenë qenë edhe forcat e RN-s, të cilat zakonisht vendosishin në këtë pjesë të kryeministrisë për të mbrojtur hyrjen e kryeministrisë, e cila ndodhet nga krau i piramidës. Në këtë moment pastaj kemi parë që flak disa automjetet policisë që digjeshin, kemi parë shumë automjetet policisë që digjeshin tash, edhe sigurisht edhe përleshje mes protestuesve, të cilët i përgjigjeshin goditjeve të policisë apo dhunës efektive të policisë me mjete rrethanore, me shkopinj apo me mjete të tjera të cilat edhe mund t'i kenë pasur, t'i kenë marrë me vete, mund t'kenë qenë përgatitur. Dhe sigurisht që kjo ka qenë një pak a shumë ajo që unë kam mundur të regjistroj, por sigurisht mund t'ketë edhe momente të tjera të cilat por momentin nuk më vinë në mendje, por sigurisht që ka pasur një dhunë të skajshme, sigurisht të policisë, por edhe nga ana e protestuesve. Ajo që unë mund them është se e kam thënë edhe më parë kur unë kam mundur të diskutoj që policia e shtetit kishte përgatitur një plan shumë të mirë masash për të evituar, si thua, dhunën nga ose për të përballuar dhunën nëse do të kishte nga ana e protestuesve, apo edhe për të evituar dhunën që mund të shkaktonin efektivët e policisë,
por zbatimi në terren, zbatimi praktik i planit të sigurisë doli të ishte krejtësisht i dobët dhe efektivët e policisë nuk arrinin ta vinin në zbatim apo të respektonin detyrat e tyre për të cilat ata ishin ngarkuar. Dhe mendoj që ky ka qenë shkaku edhe që situata ka dalë jashtë kontrollit, sepse duhet të themi që protestat zakonisht janë një luftë nervash ndërmjet efektivët e policisë apo njerëzve që mbrojnë objekte shtetërore mes mes protestuesve që sigurisht që synojnë ndonjëherë edhe të provokojnë apo edhe të sulmojnë struktura apo efektivët e policisë apo efektivët të tjerë të cilët janë angazhuar në mbrojtjen e këtyre objekte të sigurisë lartë, siç ka qenë në rastin konkret i kryeministrisë. A pat persona të mratosur brenda institucioneve shtetërore dhe si u perceptua kjo nga protestuesit? Pa diskutim që ka pasur persona të armatosur apo efektiv të armatosur nga strukturat nga objektet nga institucionet shtetërore, siç ishte kryeministria, siç ishte kuvendi, do të thënë se në zonat në çatitë, në terracat e këtyre objekteve kishte struktura të efektive të policisë të cilët ndiqnin protestën nga lart edhe me sniper, kishte edhe me dylbi dhe në një moment kam dalluar ish ministrin e brendshëm zotin Lulzim Basha, i cili ishte mbi terracën e godinës së kryeministrisë, i shoqëruar nga komandanti i gardës së Republikës në atë kohë zoti Andrea Prendi. Ka qenë një moment që unë kam mundur ta shikoj dhe sigurisht që në këtë moment që e kam parë, ka zgjatur besoj pak minuta dhe më pas zoti Basha bashkë me Andrea Prendin janë rikthyer në një zonë ku nuk shiheshin, por nga ana tjetër ajo që thoni ju që ka pasur efektiv të armatosur apo njerëz të armatosur nga pjesa e brendshme e rrethimit të kryeministrisë, un kam mundur të shquaj siç është edhe ajo videoja e famshme që kanë publikuar në atë kohë kolegu jon Artan Hoxha, që kam mundur të shquaj zjarrin që vinte nga ai drejtimi i kryeministrisë, pra ata ishin vendosur në pjesën e bodrumeve të kryeministrisë, të cilat kanë disa dritare në atë katin përdesnë, se mund të them, dhe shikojnë drejtim të piramidës apo në drejtim të shikojnë diagonal në drejtim të bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe pikërisht nga kjo zonë dilte zjarri luftarak. Ndërkohë që fillimisht ka pasur të shtëna në ajër nga efektivët të cilët ndodheshin në rrethimin e parë të kryeministrisë, në rrethimin me kangjëlla të hekurit. Këta kanë qelluar fillimisht në ajër, ndërkohë që këta më pas janë larguar dhe kanë filluar të qellojnë me zjarr luftarak personat të cilët ndodheshin në këtë drejtim dhe sigurisht personat që ishin në efektivët e gardës, të cilët ishin në rreshtin e parë janë tërhequr dhe nga pjesa aty pastaj ku siç po thoya ka nisur edhe goditja me zjarr luftarak. Po, mendoni që ishte i planifikuar dhe organizuar e komanduar sulmi që u bë me zjarr luftarak apo në moment të paniku e gjithë situata përsëritoi? Ne kemi parë që në video, në audion e regjistruar që është publikuar
kemi parë që Ndrea Prendi dëgjohet, apo zyrtarë të tjerë të gardës, drejtues të tjerë të gardës dëgjohen tek thonë që në momentin që do të goditet rrethimi i kryeministrisë, apo që protestuesit do të hynë në zonë në rrethimin e kryeministrisë, do të hapet zjarr luftarak. Kjo do të thotë që në një farë mënyre efektivët e gardës kanë pasur një plan për të goditur me zjarr luftarak protestuesit, por nga ana tjetër mendoj që për këtë shkak thash se strukturat e policisë, të gardës së Republikës nuk arritën të përmbushin detyrat e tyre në këtë ditë, për faktin se nuk arritën të menaxhonin protestuesit, sepse hapja zjarr ndaj njerëzve të parmatosur është një veprim që kryhet sot, po themi në Iran, aktualisht strukturat e sigurisë atje të policisë po hapin zjarr ndaj njerëzve të parë. Dhe sigurisht hapja zjarr ndaj njerëzve të parmatosur është mendoj një veprim i dënueshëm, dhe sigurisht që mendoj që ka qenë një pafsi e policisë në atë kohë për të menaxhuar, apo edhe Gardës së Republikës për të menaxhuar një protestë të tillë, e cila pritej të ishte një protestë e përmasave të mëdha dhe që mund të kishte, si thua, edhe forkime edhe konfrontime nga të dyja palët. Në këtë kuptim mendoj që Garda e Republikës, në mënyrë të veçantë Garda e Republikës, por sigurisht edhe policia dështuan të kryenin misionin e tyre. Dhe sigurisht që nuk mund të hapësh zjarr, siç thash, drejtim të njerëzve që janë parmatosur, apo që armën e tyre më të madhe kishin një shkop, shkopin druri, apo ku diun. Dhe sigurisht që garda mendoj që u gjetë pa përgatitur, dhe sigurisht që mund të ketë pasur, besoj mbase, edhe një plan të mëparshëm që nëse gjërat do të arrijnë deri në një pikë të caktuar, mund të veprohet edhe me zjarr luftarak. Por ne kemi parë se asnjë protestues nuk është futur në rrethimin e brendshëm në atë rrethim brenda rrethimit të kangjëllave të kryeministrisë. Dhe si thua, për mendimin tim, hapja e zjarrit ka qenë krejtësisht e pajustifikuar. Qartë, por a u raportua gjithçka siç ishte ajo ditë, apo u aplikuan ato nocione që ne në gazetari njohim si censura, autocensura për gazetarët? Unë mendoj që ne kemi raportuar gjithçka që është ka qenë e mundur të raportohet atë ditë. Nuk kemi pasur censur apo autocensur. Sigurisht që atë pjesë që unë kam parë dhe kam regjistruar, apo gjithë të pjesë të cilën unë, si thua, për cilën isha ngarkuar, e kam raportuar në mënyrë të plot. E vetmja censurë që mendoj që mund të ketë qenë, ka qenë lidhje me hapësirën që ne kishim në gazetë, sepse në atë kohë, nga sa më mend, gazeta ditë duhet jetë printuar me 32 faqe, në mos gaboj, por si thua, hapësira që ne kishim ishte, mendoj, shumë e pakët krahasuar me informacionin, me volumin edhe sasinë e informacionit, por edhe me cilësinë e informacionit që kishte atë ditë. Dhe sigurisht kjo mendoj që hapësira e printimit, hapësira e faqeve në gazetë, besoj që ka qenë censura e vetme, por nuk mendoj se kemi qenë të detyruar të ushtrojmë një lloj autocensure ndaj informacionit që ne kemi poseduar. Cila është gënjeshtra më e madhe sipas jush që u ndërtua rreth asaj ngjarje? Në ç'kuptim gënjeshtra më e madhe? Që u amplifikua më pas edhe nga mediat, edhe nga politika, edhe nga partia në pushtet së kohë, Partia Demokratike. Po, mendoj që kishte, si thua, një lloj kakofonie
pas sigurisht që mendoj që kishte një lloj kakofonie për të mbuluar, si thua, vrasjet, për të thënë që fillimisht për t'i ngarkuar me përgjegjësi protestuesit, sa ishte përgjegjësia e tyre që të ruanin sigurinë apo garanci apo sigurinë e institucioneve apo që të garantonin sigurinë e protestës, që zakonisht është e kundërta, është policia e cila duhet të garantojë sigurinë e institucioneve publike dhe duhet të gjejë pikat e kontaktit me strukturat e subjekteve që organizojnë protestat, por nga ana tjetër, një fakt shumë i rëndësishëm ishte që ajo që akuza që u hodh sepse që protestuesit ishin vrarë me armë nga brenda apo që ishin vrarë nga brenda protestës, pra, apo që ishin vrarë me armë nga afër apo me armë rrethanore apo me armë sekrete tipi stilolaps, të cilat sigurisht që hetimet dhe ekspertiza zbuloi dhe dokumentoi që ishin tërësisht të manipuluara. Ajo ekspertiza e famshme e kryer nga një prej ekspertëve të cilit për fat të keq nuk jam mbaj mend emrin tani, ishte që një ashkël druri kishte marrë me vete një predh e cila kishte goditur në mos gaboj Faik Myrtajn apo ose Hekurandetën apo Alex Nikën, ndërkohë që predha që goditi Alex Nikën ishte një predh e një arme speciale që predh e cila në momentin që hyn në një objekt të caktuar ndahet në katër pjesë, pra, dhe si thua është një predh shpërthyese, nëse mund të them kështu, nuk e di se si është eksaktësisht termi teknik, por edhe si thua armë të tilla janë të identifikuara në inventarin e gardës se kush i posedon. Po ashtu një moment tjetër i rëndësishëm ishte edhe fakti se televizioni ku punonte zoti Mahmutej u përpoq ta fshihte plagosjen e tij dhe ta argumentonte se ai nuk ishte i ngarkuar të raportonte për televizionin në atë ditë dhe kishte qenë në protestë në mënyrë vullnetare, ndërkohë që më pas ne kemi parë që gazetari ka raportuar gjatë asaj kohe aty. Një fakt interesant që mendoj që ka ndodhur edhe sot e kësaj dite ka mbetur enigmë mënyra se si janë fshirë pamjet e kamerave të sigurisë së kryeministrisë apo të kuvendit të Republikës, të cilat hidhin por mënyrë të veçantë më shumë nga kryeministria, të cilat në një farë mënyrë do të dokumentonin plotësisht edhe përgjegjësinë e protestuesve, por sigurisht përgjegjësinë kryesore të efektive të Gardës së Republikës apo të policisë së shtetit, të cilët kishin kryer apo jo detyrat e tyre funksionale për të cilat ishin ngarkuar. Mbaj mend që një nga prokurorët që ka qenë në ngjarje ka qenë në mos gaboj Ervin Karanja, një nga prej prokurorëve, apo edhe hetues të tjerë, të cilët kur kanë qenë në vendin e ngjarjes nuk arrinin në sheshin Skënderbej, por edhe në bulevardin Dëshmorët e Kombit, por edhe në rrethimin e kryeministrisë, kanë gjetur masivisht gëzhoja, por kanë kuptuar që edhe shumë gëzhoja të tjera ishin mbledhur më parë nga efektivët e Gardës së Republikës, të cilët kishin arritur t'i zhduknin ato. Nëse do kishit për t'i thënë diçka familjarëve të viktimave, çfarë do t'i thonit? Sigurisht që është shumë keqardhje që
kanë humbur jetën katër njerëz aty. Shumë keqardhje që janë mbase mendoj edhe njerëz kanë humbur jetën ata njerëz që kanë qenë mbase më të pafajshmit në të histori, të cilët kanë qenë më pak aktivët nëse mund të them, kundrejt strukturave të policisë, kundrejt institucioneve kryeministrisë, nëse mund të them më tepër, kundrejt efektivë të policisë, të gardës apo në tërësi, pra kanë qenë njerëzit më të pafajshëm që kanë humbur jetën aty, por nga ana tjetër është e rëndësishme shumë që ata të mos ndalin të kërkojnë drejtësinë për të cilën të gjithë njerëzit presin shumë që të zbardhet, pra e gjithë ajo histori se si kanë humbur jetën këta njerëz në mënyrë tërësisht vulnerabël krejt të pafajshëm, dhe për fat keq shikojmë që edhe sot e kësaj dite kjo histori diku me dashje, diku pa dashje është mbuluar me pluhurin e harresës, pavarësisht se kemi pasur në mënyrë të vazhdueshme premtime nga politika apo nga partia që qeverisë aktualisht vendin, e cila do të zbarte historinë të plotë, pra vrasjet e 20 janarit, por që si thua në një farë mënyrë autorët e asaj vrasje, atyre vrasjeve janë deri diku edhe të zbardhura, të dokumentuara, por që mungon, si thua, ndëshkimi ligjor, dhe këtë ndëshkim ligjor familjet e të vrarëve, pra të 20 janarit, duhet ta kërkojnë me dorë mos dhe nuk duhet të ndalojnë ta kërkojnë.